Benita rinte ulur në cep të dhomës, me shikimin e humbur diku mes dy shemes dhe mendimeve të saj. Nuk po qante. Kishte kaluar atë fazë. Tani ishte ajo gjendja më e rrezikshme, qetësia që vjen pasi e ke kuptuar se diçka po të rrëshet nga duart dhe ti nuk ke më forcë ta mbash. Limi dhe Alba u afruan ngadalë. Jo si njerëz që vinë të japin lajm të mirë, por as si armiq. Më shumë si dëshmitar të një realiteti që nuk mund të fshihej më. Benit, foli Alba e para, me një zë të butë, por të matur, duhet të flasim. Benita ngriti sytë. E dinte. Kur njerëzit fillojnë fjalin me duhet të flasim, zakonisht nuk vjen asgjë që të bën të ndihesh më mirë. Eliona, vazhdoi Limi, duke e zgjedhur çdo fjalë me kujdes, po i afrohet shumë Klodit. Benita nuk reagoi menjëherë. Asnjë shenjë habie. Vetëm një frymëmarrje më e thellë. Jo thjesht po i afrohet, shtoi Alba. Po e merr. Për vete. Vetëm për vete. Këto fjalë më në fund e goditën. Çfarë do të thotë po e merr? Pyeti Benita, me një zë që përpiqej të qëndronte i fortë. Limi u ul përballë saj. Do të thotë që është aty në momentet kur ai është i dobët. Kur është i mërzitur. Kur ndihet i vetëm. Dhe ti e di sa shumë ndikojnë ato momente. Benita uli kokën. Po, e dinte. Ajo nuk e bën me zhurmë, vazhdoi Alba. Nuk provokon. Nuk kërkon vëmendje. Thjesht është aty. Kjo fjali ishte më e dhimbshmja. Sepse Benita kishte qenë gjithmonë aty. Por ndoshta jo në mënyrën e duhur. Ose jo në momentin e duhur. Dhe ai? Pyeti ajo më në fund. Çfarë bën ai? Limi dhe Alba shkëmbyen një shikim. Ai e lejon, tha Limi. Sepse i bën mirë. Sepse ndjen qetësi. Benita mbylli syt për një çast. Brenda saj, diçka u thye pa bërë zhurmë. Ndërkohë, në një dhomë tjetër, larg syve të tjerëve, Klodi rrinte në këmbë pranë dritares. Shikonte jashtë, por nuk shihte asgjë. Mendja e tij ishte një kaos i heshtur. Ngjarjet e fundit e kishin lodhur. Përplasjet. Akuzat. Shpullën. Gjykimin e të gjithëve. Dhe aty hyri Elion. Pa bujë. Pa dramë. Duket si kur mban gjithë peshën e botës mbi shpinë, i tha ajo qetë. Klodi nuk u kthye menjëherë. Por fjalët e saj e gjetën aty ku duhej. Jam lodhur, tha ai më në fund. Nga të gjithë që din çfarë duhet të kisha bërë. Eliona u afrua ngadalë. Nuk e preku menjëherë. Ndonjëherë, tha ajo, njerëzit nuk kanë nevojë për gjykim. Vetëm për dikë që i dëgjon. Kjo ishte gjithçka. Klodi uli kokën. Supet ju drodhen lehtë, jo nga e qara, por nga lirimi i tensionit. Eliona u afrua edhe më shumë. I vendosi dorën lehtë në shpatull. Je njeri, i tha. Dhe njerëzit gabojnë. Ai nuk u largua. Nuk u tërhoq. Ajo e afroi më pranë dhe e shtrëngoi. Jo me pasion. Me ngrohtësi. Me atë lloj përqafimi që nuk kërkon asgjë, por jep shumë. Klodi mbylli sytë. Për herë të parë pas shumë kohësh, nuk ndjeu nevojë të shpjegohej. Në atë moment, pa e kuptuar, po krijohej diçka. Jo sepse ishte planifikuar, por sepse ndodhi në një çast dobësie. Ndërsa Benita, diku tjetër,